Kundërpërgjigja e Spanjës ishte parashikuar nga qeveria italiane, por Roma nuk ndryshon qëndrim. Është një shantazh që Italia nuk mund ta pranojë. Është qëndrimi i përcjell nga ekzekutivi italian pas përshkallëzimit të përplasjes me Madridin për kontrollet kufitare. Tani në Itali ekziston shqetësimi se masa e ndërmarrë nga Spanja mund të krijojë vështirësi për turistët italian përmes kontrolleve sistematike dhe jo vetëm kontrolleve me përzgjedhje në portet dhe aeroportet spanjolle. Vëmendja përqendrohet veçanërisht te ishujt, të cilët në këtë periudhë të vitit presin një numër të madh turistësh. Për këtë arsye që prej mbrëmjes së djeshme, kryeministria Giorgia Meloni, zëvendës kryeministrat dhe ministri i brendshëm Matteo Piantedosi kanë zhvilluar takime për të gjetur një zgjidhje që do të kufizonte sado shumë pasojat për shtetasit italian. Megjithatë, qeveria në Rom ruan një pikë të panegociueshme. Deri më 15 gusht, Italia nuk synon të tërhiqet nga vendimi për pezullimin e përkohshëm të zbatimit të Schengenit, të marrë pas hyrjes masive të emigrantëve në Ceuta, enklavën spanjolle në Afrikën e Veriut. Sipas Ministrisë së Brendshme italiane, informacionet që vijnë nga Spanja tregojnë se shqetësimet nuk janë vetëm teorike. Ka elemente objektive për shqetësim, është qëndrimi i Ministrisë së Brendshme italiane. Sipas Corriere della Sera, raportet të brendshme të inteligjencës italiane ngren çështjen e rrezikut terrorist, ndërsa shërbimet spanjolle të inteligjencës kanë sinjalizuar mundësinë e një tentative të re për hyrje masive të emigrantëve në Ceuta. Informacionet që qarkullojnë për një sulm të ri të emigrantëve janë të besueshme. Ndoshta mund të ndodhë edhe përpara festës së 15 gushtit, thuhet sipas burimeve të cituara nga gazeta italiane. Burimet e Ministrisë së Brendshme italiane kanë bërë të ditur gjithashtu se Spanja po vendos rreth 3000 efektiv dhe 2 anije përpara enklavës së Ceutës. Në mbështetje të argumentit të Romës përmendet edhe një raportim i gazetës La Verità. Sipas saj, në 5 aeroporte italiane, Linate, Malpensa, Bologna, Torino dhe Orio del Serio, kontrollet ndaj personave që mbërrinin nga Spanja çuan në identifikimin e 15 personave që nuk kishin të drejtë të hynin në Itali. Megjithatë, nuk dihet nëse këta persona kishin kaluar më parë përmes Ceutës. Qeveria italiane kundërshton mënyrën se si Spanja ka reaguar ndaj masave të Romës. Nuk ka asnjë proporcionalitet, sepse ne i kishim kufizuar kontrollet vetëm për shtetasit jashtë Bashkimit Evropian, ndërsa ata e kanë ngritur nivelin e masave, është argumenti i palës italiane. Referenca lidhet me një komunikat të qeverisë spanjolle e cila ju dërgua kryeministres Meloni dhe anëtarëve të tjerë të qeverisë italiane përpara mesditës. Roma e konsideron gjuhën e përdorur nga qeveria spanjolle të pazakontë nga pikpamja diplomatike. Në Palazzo Chigi, selia e qeverisë italiane, sipas gazetës, askush nuk priste që situata të arrinte deri te ato që Roma i cilëson si kërcënime. Italia gjithashtu pretendon se nuk kishte marrë asnjë paralajmërim, madje as në rrugë jo zyrtare, për një reagim të tillë. Përkundrazi, Ministria e Jashtme italiane kishte punuar prej ditësh në mënyrë diskrete për të shkurtuar periudhën e pezullimit të Schengenit rreth 15 gushtit, me kusht që në Ceuta të mos regjistroheshin flukse të reja të mëdha emigrantësh. Deklarata e qeverisë spanjolle sipas raportimit të gazetës italiane ndryshuan klimën e negociatave dhe praktikisht i ngrin ato. Duhet të reagojë menjëherë, ka qenë qëndrimi i kryeministres Meloni sipas burimeve të cituara. Ajo zhvilloi biseda telefonike me ministrin e jashtëm Antonio Tajani, ministrin e brendshëm Matteo Piantedosi dhe zëvendës kryeministrin Matteo Salvini. Pas këtyre konsultimeve erdhi edhe përgjigja e fortë e Romës ndaj Madridit. Sipas Corriere della Sera, Meloni e interpreton lëvizjen e kryeministrit spanjoll Pedro Sánchez si një sinjal vështirësie për kreun e qeverisë dhe liderin socialist spanjoll. Ky është një vlerësim politik i palës italiane, jo fakti pavarur, sipas argumentit që qarkullon në qarqet qeveritare italiane. Sánchez ndodhet nën presion si për qëndrimet e tij mbi emigracionin në nivel evropian, ashtu edhe në politikën e brendshme spanjolle. Mjafton të lexohen gazetat spanjolle, citohet të këtë thënë burimet të qeverisë italiane. Në këtë mënyrë përplasja mes dy figurave më të njohura politike në Evropë, socialistit Pedro Sánchez dhe konservatores Giorgia Meloni, po zhvillohet në planin e politikës së jashtme, megjithëse Roma e lidh atë edhe me zhvillimet e brendshme politike në Spanjë. Ministri i brendshëm italian Matteo Piantedosi ka mbrojtur vendimin e Romës duke argumentuar se kontrollet e përkohshme kufitare nuk përbën një praktikë të pazakontë brenda Evropës. Pas shkëmbimit të deklaratave, qeveria italiane kërkon të kuptojë se çfarë forme konkrete do të marrin masat proporcionale të paralajmëruara nga qeveria e Sánchezit, pasi Meloni refuzoi kërkesën e Madridit për të hequr kontrollet. Sipas qendrimit të qeverisë spanjolle të cituar nga gazeta italiane, Italia është vendi antar i BE-s që ka regjistruar numrin më të madh të kalimeve të parregullta kufitare gjatë viteve të fundit. Madridi argumenton gjithashtu se që nga viti 2022 shifrat e regjistruara në Itali në periudha të caktuara kanë arritur deri në dyfishin e atyre të Spanjës. Përplasja mbetet kështu e hapur. Roma këmbgul se nuk do të ndryshojë vendimin përpara 15 gushtit, ndërsa Madridi ka paralajmëruar masa proporcionale.
Në të njëjtën kohë, autoritetet italiane po përpiqen të shmangin që mosmarrveshja politike dhe diplomatike të shkaktojë pengesa të konsiderueshme për qytetarit italian që udhëtojnë drejt Spanjës gjatë kulmit të sezonit turistik.